vëlla dhe motër. Ne jemi njerëz të cilët gabojmë. Jemi njerëz të cilët mëkatojmë, e ky namaz është shkak që të na fshihen e të na falen mëkatet. Profeti alayhis salam thot në një hadith, 5 namazet, xhumaja deri në xhuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë shkak për fshirjen e mëkateve që bëhen mes tyre, nëse njeriu i shmanget mëkateve të mëdha. Madje në një hadith tjetër, profeti alayhis salam përmend se kur njeriu pra shëndron namaz, lidhet namaz, sa herë që bin ruku apo bin sejdë, i bin gjunafet. Madje përmend profeti alayhis salam në një hadith tjetër, thot mëkatoni, e kur falni thot sabahun, i fshin ato. Më pas përmend pra se njeriu gabon, mëkaton, derisa vjen dreka e fal atë, i fshin ato. Më pas përmend profeti alayhis salam ikindin, akshamin, yatsin, dhe më pas thot ju binin gjumë dhe nuk ju shkruan bra lapsi se çfarë bëhet në gjumë. Atëherë ky namaz është shkak me u fshi mëkatet tona. Tregon njëri prej sahabëve, shokëve të profetit alayhis salam, thot Zoti i gjithësisë ka një melek i cili thërret për çdo namaz dhe thot çohuni dhe fikeni zjarrin të cilin e keni ndezur. Pra ato mëkate që ne bëjmë, ato gabime që ne bëjmë, bëhet shkak namazi për t'i fshirë ato. I jep një herë një shembull profeti alayhis salam shokëve të tij. I thot, si mendoni për një person, para shtëpisë së tij kalon një lum e ai lahet në të 5 herë. A do t'i mbetet, thot profeti alayhis salam, këtij njeriu ndonjë papastërti? Than jo, i dërguar i Zotit. Tha ashtu pra është edhe ai i cili i fal 5 namazet. Vllai i nderuar, motër e nderuar, ky namaz është shkak që të ngrihen gradat e tua lart në xhenet. Dhe gjithë e duam xhenetin. Gjithë i duam gradat e larta në xhenet. E po profeti alayhis salam i tregon një herë shërbetorit të tij, i thot se ti pra nuk bën një sejdë për Allahun vetëm se Zoti i gjithësisë ngren një grad tek ai. Po grada midis gradës në xhenet është sa largësia midis qiejve dhe tokës. Ky namaz është dëshira më e madhe që do të kishte ai i cili ka ndruar jetë. Madje profeti alayhis salam një herë u thot shokëve të tij, kalon pranë një varri të ri dhe u thot atyre 2 rekate, nga ato të cilat ju i neglizhoni pra nafilet. Thot janë më të dashura për këtë se sa pjesa tjetër e dynjas tuaj. Imagjinoje 2 rekate nafile, po farzi, po detyra që e kemi prej Allahut lartësuar, prej Zotit gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, kur ishte në shtratin e vdekjes, momentet e fundit pra ka vujt, sallallahu alaihi wasallam, dëgjon ezanin, i urdhëron shokët, pra ata që kishte rreth tij, i thot t'i hidhnin ujë, sepse i binte të fikt. T'i hidhnin ujë që të merrte veten, të shkonte t'i përgjigje. E kam përsërit 2-3 herë këtë gjë. Me ju përgjigj ezanit, me e fal namazin profeti alayhis salam. Shokët e tij vazhduan të ndiqnin këtë rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke i kushtuar rëndësi tepër të madhe namazit, jo vetëm namazit, por namazit me xhamat. Sa që kishte prej tyre ishte njëri e kishte tepër larg shtëpinë nga xhamia e profetit alayhis salam. Dhe vinte vazhdimisht për të fal namazin derisa i than po ti merr një shtëpi këtu afër dhe të falesh. Tha dua për çdo hap që shkoj dhe vi të marr shpërblim, më shkruhen sevap. Profeti alayhis salam tha ja ka bashkuar Allahu, pra do ja jap Allahu atë që ai ka për synim.